Gripi tek neve vin nga data 15 dhjetor deri në 15 prillit. Këtë kemi periudhën e gripit zakonisht në Vlorë. Sezoni i gripit duket se po shkon drejt fundit, por jo pa lënë pas një ndikim të ndjeshëm në shëndetin e popullatës. Sipas mjekut Eduard Mone, vala e këtij viti pritet të zgjasë deri më 15 prill, ndërsa aktualisht ndodhemi në metrat e fundit të përhapjes së tij. Këtë të diel më 5 prill situata paraqitet më e qetë krahasuar me javët e mëparshme, por kujdesi mbetet i domosdoshëm. Mjeku shpjegon se gjatë këtij sezoni ka qarkulluar gjerësisht i ashtu quajturi grip australian, një variant që pëson ndryshime të vazhdueshme çdo vit. Kjo është edhe arsyeja pse virusi arrin të përhapet lehtësisht dhe të prek një numër të madh njerëzish. Sipas tij, gripi këtij viti ka pasur një shtrirje më të gjerë në popullat, krahasuar me sezonet e mëparshme, duke sjellë një fluks të shtuar rastesh në qendrat shëndetësore. Pse e gripit gjithmonë janë të reja ato që vinë, prandaj edhe quhet gripi sezonal. Për arsye sepse duke qenë se virusi i gripit modifikohet, ai krijon ato që quhen modele të reja të virusit, të cilat si vjet për shembull është modeli australian, sepse ai është izoluar, ku veçohet për herë të parë, i japin edhe emrin, siç kanë qenë gjithmonë jo spanjoll, jo japonez, edhe ky si vetmi që quhet gripi australian është një grip i cili ka mundësinë të përhapet, sepse antigenet janë kryesisht të grupit A. Dhe grupi A është një grup që jep sëmundshmëri të shtrirë, pra prek më shumë njerëz. Por gripi nuk është i vetmi shqetësim. Eduard Mone thekson se paralelisht me të, në qarkullim vijon të jetë edhe COVID-19, edhe pse me intensitet më të ulët se në vitet e pandemisë, prania e tij mbetet një faktor risku, sidomos për grupet më të ndjeshme, si të moshuarit dhe personat me sëmundje kronike. Covidi ekziston. Covidi është, si të thuash, i përbashkët me viruset e tjera, si gripit, si virusi para gripit. E kemi thënë gjithmonë që sa herë që neve kemi prekje të nukleusit familjar, pra të një familje, pra nëna, baba dhe fëmijët nga një ruf, nga dhimbje fyti, nga temperaturë, është mirë që të bëhet edhe tamponi i Covidit, i cili në këtë rast na orienton më shumë si për të mjekuar këta që janë prekur, ashtu edhe për izolimin e tyre në mënyrë që infeksioni mos të përhapet. Një tjetër problematik që ngre mjeku lidhet me qëndrimin e popullatës ndaj vaksinimit. Ai vren një rritje të skepticizmit dhe një lloj rezistence, veçanërisht nga ana e prindërve për të vaksinuar fëmijët. Sipas tyre, ky fenomen është ndikuar ndjeshëm nga përhapja e inflacionit të pasakt në rrjetet sociale, të cilat shpesh krijojnë konfuzion dhe frikë të panevojshme. Skepticizmi shpeshherë është gjithmonë për arsye të vaksinave, neve hasim gjithmonë një rezistencë nga ana e prindërve dhe shpeshherë kjo është, si të thua, shkak i mos informimit një apo më keq i dezinformimit që bëhet në rrjetet publike. Tani e keqja më e madhe është sepse duke qenë para telefonit, rrjeteve publike që japin dhe marrin lajme që shpeshherë nuk janë të vërteta, influencimi përkeq i popullatës lidhur me përdorimin e parandalimit me anë të vaksinave bëhet edhe më i fortë dhe rritet skepticizmi. Por unë duhet që t'i siguroj gjithmonë në Republikën tonë neve kemi më shumë se 4-5 dekada që po e bëjmë vaksinën e gripit në mënyrë të rregullt dhe kjo ka sjell shumë më tepër të mira se sa efekte anësore. Edhe pse sezoni i gripit po shkon drejt mbylljes, specialistët këshillojnë që qytetarët të vijojnë të tregojnë kujdes, të ndjekin masat bazë të higjienës dhe të mos neglizhojnë simptomat, sidomos në një kohë kur disa viruse vazhdojnë të qarkullojnë paralelisht.